Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara kanë hyrë në një fazë të re për shkallëzimi, pasi të dyja palët kanë njoftuar për sulme ushtarake ndaj njëra tjetrës. Garda Revolucionare Islamike e Iranit deklaroi se ka nisur sulme kundër forcave amerikane, duke i cilësuar ato si përgjigje ndaj, sipas saj, agresionit të ushtrisë amerikane. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane, e njohur si CENTCOM, bëri të ditur se forcat amerikane goditën 10 objektiva ushtarake në disa zona të Iranit. Sipas Pentagonit, një shënjesër ishin sistemet e mbrojtjes ajrore, radarët bregdetar, kapacitetet raketore dhe të dronëve, si dhe mjetet të vogla detare. Për operacionin u përdorën avion luftarak, anije të marinës, dronë sulmues ajror dhe mjete detare pa pilot. Ndërkohë, mediat iraniane raportuan për shpërthime dhe sulme me raketa pranë qyteteve portuale si Rik dhe Bandar Abbas, ku ndodhen baza të rëndësishme ushtarake pranë ngushticës së Hormuzit, si edhe në ishullin Keshëm. Teherani deklaroi se ka mbyllur sërish ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Megjithatë, autoritetet amerikane këmbgulin se rruga detare vazhdon të jetë e hapur dhe nën monitorim. Ministria e Jashtme e Iranit dënoi sulmet amerikane, duke i cilësuar ato si agresion të paprovokuar. Ndërsa, situata mbetet tepër e tensionuar. Komuniteti ndërkombëtar po ndjek me shqetësim zhvillimet, nga frika se përplasja mes dy vendeve mund të zgjerohet në një konflikt me pasoja për të gjithë rajonin e lindjes së mesme dhe tregjet globale të energjisë.